Këtë të shtun kemi të ftuar Lendrit Qeli, doktor shkence, ku do të na flasi për të vërtetat që nuk i themi, diskriminimin që jeton mes nesh. Kur të flasim për komunitetet Roma Shkali dhe Gjipjan, ata përballen me një situatë të brisht pas luftës e deri me tani situata është pothuajse ngjashme tek. Nuk trajtohen në mënyrë të barabartë, nuk di që na mungon diçka në krahasim me komunitetet tjera, çysh muj më uçuj të barabartë derisa ti ki vetëm 15 punësuar në krejt Republikën e Kosovës. E pretendimin që këta komunitete gjithmonë i kanë këto veti, pra vjedhin, bojnë kështu. Kemi pjesëtar të komunitetit egjiptian që kanë qenë pjesë e luftës së UÇK-s. E para me i thy paragjykimet që këta nuk shkollohen e është e kundërta. Më ju jap motiv më shumë me thonë që edhe ne mund t'ja dalim, ne duhet i kontribuojmë këtij vendit edhe duhet të jetojmë në mënyrë të barabartë. Në pjesë të dytë kemi psikoterapeutin Yll Avdiaj, ku do të na flas 3 tema shumë të rëndësishme: traumat, mendimet e tepërta e pse njerëzit që duken më të fortë janë më të thyerit. Trauma në esencë të njeriu është përjetim, por jo gjithmonë për shembull trauma duhet ndodhë diçka shumë katastrofale. Duhet ditë se fëmijët kanë nevojë, do thot, për 2 figurat primare që janë prindrit, që është baba dhe nana. Fëmia për ta kriju besimin fillimisht i duhet siguri. Çfarë na thonë të tjerët? Mos u mërzit, mos çaj, mos u bëj dob, mos e bata, mos. Dhe gjitha këto mos në një farë mënyrë na deterojnë që ne paraqitemi sikur jemi të fortë. Nëse emocioni jonë nuk lihet rrjedhshëm, lirshëm, atëherë normalisht ai do të bllokohet në trupin tonë, të ecësh, dalësh ecësh, e sidomos për shembull nëse ecim zbathur, toksimi, pra të krijojmë toksim. Sa më shumë të krijojmë toksim, aq më shumë do thotë qetësia do të vijë ose do të jemi prezent. Këto e detajet e tjera mund t'i ndjeqni në emisionin Rrit çdo të shtunë nga ora 11:30 në TVN.